Shumë prej jush më kanë kërkuar se si unë e përgatis recetën e tharmës që përdor për të bërë bukën ose recetat të tjera të ndryshme. Përgatisim çdo ditë bashk, do bëjmë të gjitha etapat. Si fillim do të duhet një vazo qelçi ose një peshore. Shumë receta të tjera tharmi bëhen me kos, me moll, ka shumë receta të ndryshme. Po për mua ka funksionuar me miell dhe me ujë. Këtu kam mielin. Dështojmë 30 gram miell. Dështojmë edhe 30 ml ujë. Uji është ujë ambienti, por jo ose ujë nga çezma, por jo ujë i ftohtë. Dështoj tani 30 ml ujë. Do e përziejmë mirë. Do t'i vendos këtë plastikun. Tharmi vjen shumë herë gjatë ditës, duhet ta përziesh dhe ju nëse doni që ta përdorni vetëm një herë në javë ose 2 herë në javë tharmën, mund ta përzieni dhe ta ushqeni çdo ditë dhe ta vendosni në frigorifer që ta ruani. Kjo ishte receta e tharmës. Dhe do shikojmë hap pas hapi së bashku se si unë e përgatis tharmën.